Ikona e muzikës popullore Remzi Osmani është rikthyer me një projekt të ri muzikor që premton të mbetet gjatë në memorien e publikut. Kënga titulluar Zonjë e Rëndë sapo është lançuar dhe vjen si një dedikim i veçantë dhe i fuqishëm për të gjitha gratë. Ky projekt mban vulën e vet artistes në shumë dimensione. Përveç interpretimit të shkëlqyer, Remzi Osmani është kujdesur dhe për kompozimin e këngës, duke sjellë një melodi që përshtatet plotësisht me tekstin. Teksti i këngës është bashkëautorësi me Sagron Jasharit dhe këngëtares, duke gërshetuar fjalë të përzgjedhura me një mesazh kuptim plot. Zonjë e Rëndë tashmë është e disponueshme në të gjitha platformat dhe ka filluar të marrë pëlqimet e para nga fansat e shumtë të këngëtares, të cilët e vlerësojnë lart këtë dhuratë muzikore për gratë shqiptare. Nga ana tjetër, na duhet t'ju kujtojmë se Remzi Osmani është mjaft aktive në rrjetet sociale, duke i mbajtur fansat të përdisuar për aktivitetet e saj si nga ana profesionale, por edhe nga ajo personale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.